Milioner bosh atëherë, kur nuk I ki mërzi ata që kanë kriju miliona. Ata që kanë kriju miliona, nuk do t'i kemi mërzi. Nëse jonë të paleqshëm janë institucionet, na nuk do t'me paragjyku, është I paleqshëm. Se paragjykimi ndodh në momenti kur ti nuk komunikon me ta. Pra ke ndërtu një paragjykim nga literatura e krijuar e Stalinit, e Leninit dhe të atyre që unë I kom provu ato politika, apo biseda dhe institucionet juridike, ligjore të cilët janë ata, të cilët merren me sankcionimin e atyre që janë pasuru apo që punojnë në forma të ndryshme jo ligjore. Milioner bosh vetëm nëse rrin ose të gjon milionerat, por që arrin që edhe familjen të ndërtojsh të fitoje diçka nga kjo edhe familjen për të cilën ti e vjen si antari I qeverisë ose I kuvendit.